Për hapet më shumë sëmundja mortajes në territorin e Bashkisë Shkodër, 80 krerë dele kanë ngordhur si shkak i kësaj sëmundje në familjen Qokthi në fshatin Trush. Si rrjedhoi do të bëhet azjesimi 200 krerëve të tjera për të mos përhapur sëmundjen, bën të ditur fermeri Kujtim Qokthi. Kanë ndërë me sëmundje, se janë bërë analizat, janë 200 ta kokra, 200 ta të shtatë, nuk e ditë saktë. Da kanë cofë, atë janë fush, janë gërpos, në kena gropë, në kena tana. Kanë ndërë me sëmundjen e mortajs, se nga karë, pas në asdina, fush, nuk dihet gjatë. Sot, dje kanë marrë vendimin për marrë një mytë për sot, nuk e di morari, saktë se kur vitë. Po do t'i mysin edhe të këshnoshtat, edhe të doptat, se nuk dihet që mos, që në doktorave nuk dihet se cila e ka marrë dhe cila se ka marrë virusi. Të paktën 55 milion lekë është dëmi ekonomik i shkaktuar në këtë familje, teksa i bëjnë apel shtetit për ndihmë, pasi mundi 30 viteve punë po shkon bosh. Dëmi ekonomik është pogorit e 200 dele janë paktën 40-20 milion lekë dam. Plus janë 10-15 milion lekë janë ble toka për me i majtë, si me thonë, atë është dhe me di gjo, atë kanë delet lekë toka dhe ato i dojë, se në tokat i kena manë me sera. A keni një apel për shtetin? Keni një apel për shtetin që me një mu? Për shtetin me një mu, në e në tonë të u, dhe është me babën janë aksionet kërësorë, ata kanë 80%, me një mu se aji është si krymë punë. 30 vjetë punë i kanë shku me në 10 ditëve, 15 ditëve, që mund të në filluja punë, i ka shku të tana bësh. Paktën minimumi për shtetit, i këta që të mysin, vetë shteti, i ta me nëjë kompensu. Okej, që kanë cofë. Qenë me nume, duhet me nëjë kompensuset. Edhe po mi mytë, edhe po më dhusë të bëjtë. Shteti duhet me marrë masa. Sipas fermerit Qokthi, kjo sëmundje ka ardhur nga Maqedonia e Veriut dhe Greqia.